Flamingo të dhurojnë spektakël në lagunën Divjak, Karavastar Rama publikon pamjet mahnitse, një spektakël i biodiversitetit ton, ndërsa ky park kombëtar mbetet një nga strezat më të rëndësishme për shpendët ujor në Mesdhe, ku çdo sezon sjell ngjyra në një ekuilibër natyror unik, shkroi ai. Flamingot janë shpend migrator që lëvizin drejt zonave më të ngrohta dhe kërkojnë ujëra të kripura dhe të cekta aty ku gjejnë edhe ushqim. Në Shqipëri, përveç Karavastas, ato shfaqen edhe në lagunën e Nartës dhe në zonën e liçenit të Pogradecit. Laguna e Karavastas konsiderohet si një nga zonat më të rëndësishme për shpendët shtetar dhe gjatë dimrit kthehet në strep për mbi 20.000 shpend dimërues, duke e bërë një nga habitatet më të veçanta në vend.